më pak informacion dhe sa më shumë garanci, kredibiliteti edhe sigurie të cilët të mos na çojnë të shmangim ato presionet në thojza, nëse mund them, apo ndikimet që mund të ketë dëshirë dikush të bëjë në proces. Kështu që edhe java e fundit që neve po mbyllim sot, është një javë e cila ka qenë e gjitha një proces takimesh zinxhir mes nesh, me drejtorët e drejtorive, me stafet e zyrave arsimore, në të gjithë Shqipërinë, duke ndarë me prioritet rolet e gjithë secilit që do të luajë në muajin që vjen. Mesazhi ka qenë i njëjtë. Do të jemi strikt dhe asnjë tolerancë në zbatimin e rregullores së maturës shtetërore, të cilën po e komunikojmë në të gjitha format e mundshme nëpërmjet gjithë kanaleve. Kemi pasur dhe kemi vendosur që në dhjetor, kur bën këtë rregullores, që thash një ashpërsim të rregullave, edhe të masave ndëshkimore, duke uruar, besuar fort që nuk do kemi nevojë t'i zbatojmë, por gjithsesi, edhe ato janë pjesë e mjeteve të edukimit, dhe sanksionet do t'jenë si për administratorët që nuk do të kryen mirë, shpresoj se do kemi raste të tilla ta përdorim këtë pjesë të rregullores, ashtu edhe për ndonjë nxënës që do përpiqet të shmanget asaj, ndoshta nga presioni, ndoshta nga padia, por është më mirë që t'i themi të gjitha rregullat tani dhe këtë e theksoj me shumë vëmendje. Gjithashtu, çdo thyerje e rregullit, ne kemi bërë fushat sensibilizimi çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet, do të sjelli, po e theksoj, çdo thyerje e rregullit gjatë procesit të provimit nga maturantët do të sjellë automatikisht përjashtimin e nxënësit nga procesi i provimit të maturës. Kjo duhet të jetë e qartë që për asnjë arsye nuk duhet rrezikuar. Është një kosto që unë uroj dhe besoj që s'do të kemi nevojë ta marrë askush. Kërkoj këtu bashkëpunimin tuaj në përcjelljen e këtyre mesazheve, sepse jo vetëm si gazetar, por edhe si qytetar, edhe si besoj familjar të shumë maturantëve që mund t'i keni në fisin e familjen tuaj. E them këtë sepse është më mirë që të flasin tani për këto gjëra se sa pastaj të rendim mbas ndonjë gjëmimi, lajmi që merret vetëm a doli teza, as doli teza, 1 orë apo 2 orë mbasi ka filluar provimi. Kështu që të gjitha këto janë masa pikërisht për të parandaluar çfarë do lloj historie të kësaj natyre. Thënë kjo, me cilën mendova ta filloja fjalën dhe bashkëpunimin dhe bashkëkomunikimin me ju, që ishte matura shtetërore me që e kemi të parën në detyrat e muajit që vjen, dua të ndalem pak tek një tjetër program shumë i rëndësishëm që Ministria e Arsimit ka zhvilluar dhe ka theksuar dhe vazhdojmë ta kemi ende në vëmendje dhe do të vazhdojmë ta kemi sidomos për vitin shkollor që vjen. Programi pas shkolle. Mbas një pune shumë të gjatë, madje do thoya disa vjeçare, me disa forma organizimit të këtij programi që e kemi përmbledhur në një titull të vetëm pas shkolle, publiku, mediat janë mësuar dhe nxënësit, mësuesit me emërtesa të ndryshme siç ishte shkolla qendërkomunitare që prej 10 vjetësh është futur tashmë në shumë shkolla, bëjmë detyrat e shtëpisë. Prej 4 vjetësh kemi futur programin Artezeje. Në një mënyrë ose në një tjetër janë të gjitha rubrika, të cilët i kemi përfshirë në nocionin pas shkollës, sepse janë aktivitete që shkëmbëhen për te programit të detyruar që mbaron me orarin e mësimit të detyruar. Dhe mbasi bëm dhe ndryshimet e nevojshme ligjore. Në muajin mars bëm disa ndryshime në ligjin e arsimit parauniversitar dhe për të parën herë gjithë këtë eksperiencë tashmë të konsoliduar në emërtesën pas shkolle e kemi futur në ligj. Dhe jo vetëm kaq, po kemi avancuar dhe me aktet në ligjore, kemi bërë përgatitjen e VKM-s që është miratuar tashmë dhe ka hyrë në fuqi duke dyfishuar pagesën për orë për mësuesët të cilët angazhohen në këtë pjesën jashtë normës, jashtë kohës orarit të detyruar. Sepse analiza e eksperiencës viteve të fundit na tregoi që nuk ishte shumë motivuese pagesa që ishte. Me dyfishimin e saj, shohim një interes në rritje, jo vetëm kaq, por e kemi hapur këtë mundësi për të thithur edhe burime tjera njerëzore, të cilët hap pas hapi do të organizohen, edhe kjo do të jetë rregulluar me një udhëzim të posaçëm të ministrit, për mësues që kanë dalë në pension, po kanë gjithë energjinë dhe dëshirën, sidomos mundësinë të japin kontribut, apo për trajnerë, të cilët
kanë aftësira tjera vinë nga shkollat e arteve, artizan, sidomos në disa qytete ku trashëgimia kulturore vazhdon të mbahet gjallë shumë fort pikërisht fal tyre dhe ne kemi shumë të rëndësishme që kjo të përcillet nëpërmjet programit pas shkolle. Ndërkohë që përgatisim hedhim këto hapa, kemi nisur një pilotim në Tiranë dhe në Kamës me 45 shkolla në Tiranë dhe 2 shkolla në Kamës. Edhe kjo është bërë pas një pune shumë gjatë komunikimi me mësuesët, me drejtorët e shkollave, të cilët janë dhe menaxherët e shkollave dhe kanë një përgjegjësi shumë të madhe në organizimin e këtyre aktiviteteve, si nga pikpamja logjistike, ashtu dhe nga pikpamja e mbarvajtjes procesit. Por edhe një komunikim me prindrit. Programi pas shkolle nuk është program i detyrueshëm. Është një mundësi që u jepet prindërve dhe fëmijëve, të cilët nuk është thjesht për t'i mbajtur fëmijët. Pra, programi pas shkolle, nëse më lejoni të përdor një term që më tha një kolege e pedagogjisë, nuk është thjesht një parkim ku lëm fëmijët. Përkundrazi, është një plotësim shumë i mirë i programit të detyruar, është një mundësi ndryshe për të edukuar fëmijët, por edhe për t'ju dhënë atyre mundësinë të shfaqin talente që ndoshta brenda kornizave të programit detyruar të matematikës apo të fizikës nuk arrin ta shfaqin, ndërsa programi pas shkolle vjen me rubrika të cilat janë shumë më kreative se sa programi detyruar. Sigurisht nuk janë gjëra që bëhen sot për nesër. Por, prandaj thash është një proces i gjatë dhe sidomos proces i gjatë komunikimi. Nga ana tjetër, po për këtë arsye prindrit e kanë pritur shumë mirë dhe krejt në mënyrë legjitime dhe njerëzore e kanë pritur mirë edhe për faktin se për shkak të angazhimeve të tyre kanë mundësinë dhe do të kenë mundësinë që fëmijët t'i lënë në shkollë edhe për 2 ose 3 orë sipas programit, jo thjesht për të ndenjur, por për t'u marrë mësuesët me ta, për t'u marrë trajnerët me ta dhe për të zhvilluar aktivitete që lullëzojnë personalitetin e tyre. Dhe dua të them një gjë që sigurisht mbajtja e fëmijës më gjatë në shkollë, edhe këtu i drejtojmë prindërve, përfshin brenda edhe një kohë që praktikisht është koha e vaktit të drekës. Prioriteti ynë është që fëmijëve t'u japim më shumë kohë edukimi. Më shumë kohë edukimi, më shumë kohë kreativiteti dhe sidomos sa më pak kohë në ekran. Sepse sfida me ekranin është një sfidë që nuk zgjidhet duke e mohuar, por duke e administruar në mënyrën e duhur. Ashtu sikurse nga njëra anë neve pajisim shkollat dhe do të vazhdojmë të pajisim shkollat me mjete teknologjike, edhe duke i futur dhe duke i përforcuar në kurrikula, ashtu nga ana tjetër duhet ta ekuilibrojmë që të shkurtojmë atyre kohën e tepër të panevojshme dhe akoma më keq të dëmshme që ato kalojnë në mënyrë të pakontrolluar në rrjetet sociale. Zënia e kohës tyre ka një vlerë shumë të madhe kur ne i heqim ata nga ekrani. Sipas studimeve që janë bërë edhe këtu në Shqipëri, koha që fëmijët kalojnë mesatarisht po flas për adoleshentët nga 10 deri në 17-18 vjeç, në ekran, në telefon, shkon diku midis 4 deri 6 orë. Është shumë. Sepse koha e mësimit është 5 orë, maksimumi 6 për klasat më të larta. Ta barazosh të me kohën që kalojnë në celular në mënyrë të pakontrolluar, sigurisht është një problem, në radhë parë duhet ndërgjegjësohemi. Por nuk mjafton shkolla, duhet ndërgjegjësohet prindi, mediat që luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Dhe kjo do të sjellë patjetër kjo kohëzgjatje edhe nevojën për të kompensuar, për të plotësuar nevojën për ushqim. Edhe këto gjërat nuk bëhen sot për nesër. Jemi në komunikim me prindrit, cilët janë shumë të kënaqur që fëmia arrin më gjatë për ta rregulluar përmes kontributit të tyre, pra përmes mënyrë vetë organizimit të tyre këtë gjë. Sepse nuk është ideja thjesht ofron ushqim. E kemi njohur këtë proces, ka nevojë për infrastrukturë. Tradicionalisht në shkollat tona nuk e kemi pasur këtë infrastrukturë, por ashtu sikurse 10 vite më parë vendosëm të shtojmë orët e fizkulturës, orët e edukimit fizik brenda programit të detyrueshëm arsimor, ndërkohë që nuk ishin të gjitha shkollat dhe madje pjesa më e madhe e tyre të pajisura me mjediset e duhura sportive, filluam një proces të tërë projektimi dhe investimi në infrastrukturën shkollore, jo thjesht me laboratore dhe banka, por me mjedise kreative, me oborre, me terrene sportive, me palestra, dhe kjo po vazhdon sigurisht dhe nuk krahasohet
kushtet që kemi sot me 10 vite më parë, çka përputhet plotësisht me aktivitetin e tyre, qoftë programi i detyrueshëm i edukimit fizik dhe mos harrojmë, vetëm 4 vite më parë filluam një program tjetër që janë ekipet sportive në shkolla, me për cilat u bë gjithashtu një investim infrastrukturor që nga mjetet, veshjet deri tek terrenet, ku basketbolli, volejbolli tashmë i ka kaluar në një fazë tjetër në kampionatet midis tyre që i përfshin në javët olimpike, në ditët olimpike dhe jo vetëm kaq, por kemi diversifikuar ofertën e sporteve që bëjnë. Është shtuar shahu nëpër shkolla, ka filluar ping-pongu dhe ndërkohë ka filluar dhe pajisja me baza materiale të shkollave me materialet e nevojshme të ping-pongu. Pra gjërat ecin paralel, nuk mund të presim të mbarojë një gjë dhe pastaj tjetrën, sepse edhe kjo është periudhë vëzhgimi i programeve që ne fusim. Megjithatë kjo solli një histori suksesi sot, që quhet ekipet sportive në shkolla, ku fëmijët kanë garën, kanë sfidën, kanë shërbitjen dhe sidomos shëndetin fizik edhe atë mendor. Prandaj, ajo që praktikisht kemi bërë me pas shkolle, analizën e përvojave e projekteve pilot, kornizën ligjore dhe tashmë jemi në projektin pilot derisa të mbyllet ky vit shkollor për ta filluar në një numër shumë më të gjerë shkollash në mënyrë të strukturuar, e gjitha kjo edhe fal një mbështetje në ekspertizë shumë të vyer që ne kemi ndërtuar me partnerët tanë të rëndësishëm, siç është UNICEF-i, Save the Children, British Council, kemi pasur ekspertët më të mirë, World Vision, mos harrojmë asnjëri, dhe vazhdojmë të jemi paralel në proces të trajnimit të mësuesve dhe të ekipeve drejtuese për ta pasur sa më të suksesshëm këtë program. Sidomos e filluam këtë me shkollat me klasat nga 1 deri në 5, sepse është edhe mosha më e vogël, edhe në një pikpamje më lehtë për të organizuar, por edhe për t'i futur ata në hullin e këtyre aktiviteteve që më tej të vazhdojnë dhe një ndihmë më e madhe për prindit, sepse është mosha që ka më të vështirë mbaron më shpejt mësimin, por edhe ka më të vështirë që pastaj të rinë në shtëpi vetëm kur prindrit nuk janë. Klubet janë të ndryshme, klubi muzikës, klubi teatrit, artet pamore, kërcimi, klubi i zejeve, të gjitha këto janë pjesë e programit. Kemi në këto 45 shkolla pilot 308 mësues të angazhuar, të trajnuar dhe rreth 4500 nxënës. Në Kamës kemi, siç thash, 2 shkolla dhe kemi 17 mësues të përfshirë dhe 240 nxënës në këtë grup moshën 1 deri klasën e 5. Tani, kjo në fakt fazë pilotimi nuk ka penguar as pak gjithë programet e tjera që janë në vijim. Bëj detyrat e shtëpisë, art e zejë, të cilat janë në rreth 400 shkolla dhe më vjen shumë mirë që nga drejtorët e shkollave dhe nga drejtorët e zyrave arsimore ka kërkesë për ta shtrirë aktivitetin. Po